Qeveria shqiptare synon që brenda 4 viteve të ulë humbjet e energjisë në shpërndarjen në 12% nga 17% që janë aktualisht, duke u mbështetur në teknologjitë e reja të matjes, mas kjo që forcon edhe stabilitetin financiar të sektorit. Humbjet e energjisë në rrjet lidhen me dy faktorë: humbje teknike nga rrjeti i amortizuar, që kërkojnë investime për modernizim, dhe humbjet jo teknike, përfshirë abuzimet me energjinë, të cilat do të monitorohen më rigorozisht. Programi i qeverisës për 4 vitet në vijim 2025-2029 parashikon zëvendësimin e matësve aktual me pajisje inteligjente që ofrojnë matje të sakta, transmetim në kohë reale dhe faturim të drejtë për konsumatorët. Për të forcuar lidhjet rajonale, qeveria planifikon gjithashtu ndërtimin e lidhjeve të reja të interkoneksionit me Greqinë, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Po ashtu planifikon të nisë ndërtimin e linjës së re nën ujore Shqipëri-Itali për integrim të plotë në tregun evropian të energjisë. Investimet në vitet e fundit kanë bërë të mundur krahas dyfishimit të kapaciteteve energjetike nga 1768 MW në 3298 MW dhe uljen e humbjeve në shpërndarje nga 50% në 2013 në 17%.